Radio-televizioni i Serbisë pretendon se një grup i maskuar shqiptarësh kanë sulmuar pjesëtar të ushtrisë serbe ditën e sotme rreth orës 15 në zonën e bazës ushtarake Debela Glava, e cila ndodhet në komunën e Bujanocit pranë kufirit midis Kosovës dhe Serbisë. Shërbimi publik i medias i Serbisë citon burime jo zyrtare dhe raporton se një grup i armatosur shqiptarësh në rrës të Kodrës qëlloi 15 herë në drejtim të pjesëtarëve të forcave të armatosura serbe dhe me atë rast një qenë që ndodhej në afërsi të menjëhershme u godit. Sulmuesit më pas ikën në drejtim të Kosovës me 6 xhipa, thotë RTS-ja serbe. Baza ushtarake Debela Glava ndodhet në zonën e sigurisë toksore midis Serbisë dhe Kosovës, e cila u krijua me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe marrëveshjen teknike ushtarake të vitit 1999 në një sipërfaqe prej 1471 km2. Asnjë nga këto pretendime nuk është konfirmuar ende.